Përshëndetje të nderuar shikues të Infodes Mirëse.com edhe sonte. Fillimisht do të njohim me titujt kryesor që kanë karakterizuar ditën e sotme, duke u kthyer në studio me Musafirin, për të cilin do të flasim në lidhje me luftën hibride që po bëhet në Kosovë dhe në botë. Qeveria e Kosovës e mbroi të mërkurën Irfan Lipovcin drejtor në drejtorinë e përgjithshme të akreditimit në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë e Tregtisë. Lipovica ishte arrestuar në gusht të vitit 2023 si dyshuar në rastin e rezervave shtetërore, më pas ishte liruar nga paraburgimi në fund të muajit gusht të atij viti. Ministra Rozeta Hajdari në arsyetimin e propozimit tha se ky institucion ka rëndësi të lartë për ekonominë. Ajo tha se ky proces i përzgjedhjes së kësaj pozite është zhvilluar në mbështetje të legjislacionit në fuqi. Akreditimi si një proces me rëndësi të lartë për ekonominë vërteton cilësinë dhe besueshmërinë e institucioneve dhe bizneseve, pasi që përmes këtij procesi vlerësohet përputhshmëria e produkteve dhe proceseve shërbimeve me standarde ndërkombëtare dhe vendore, duke garantuar kështu që ato të ofrojnë një nivel të lartë të cilësisë. Në mbledhjen e sotme, ekzekutivi e mbroi dhe Ridvan Hotin, zëvendës drejtorin ekzekutiv për trajtim të burgëve në shërbimin korrektues të Kosovës. Krahas kësaj, qeveria miratoi dhe raportin e përgjithshëm vjetor mbi inspektimet, ndërkaq dritën e gjelbërt ja dha dhe analizës juridike, për thjeshtim bashkë me eliminimin e lejeve ose dhe të licencave të lëshuara të autoritetit aviacionit civil, Bankës Qendrore, Zyrës së Rregullatorit për Energji dhe të tjerëve. Në këtë mbledhje, qeveria e Kosovës themeloi të mërkurën Këshillin Organizativ për shënimin e 12 qershorit, ditës lirimtare të Kosovës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se është detyrë të gjithëve që në memorien më të kthjellët kolektive të kujtohet dita e çlirimit të Kosovës. Është detyrë jona që me memorien më të kthjellët kolektive ta kujtojmë për liri e paqe, për qytetarët e aleatët tonë, për Republikën e Kosovës, ditën tonë të çlirimit e të paqes. Në këtë përbërje, Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sport kryesues, Ministri i Mbrojtjes antar, Ministri e Punëve të Jashtme dhe Diasporës antare, Ministri i Drejtësisë antare, Ministri i Punëve të Brendshme antar, Ministri i Administrimit Pushtetit Lokal antar dhe përfaqësues nga zyra e kryeministrit antar. Ftohen që të dërgojnë nga një përfaqësues në Këshill, zyra e presidentes, Kuvendi i Republikës së Kosovës, Komuna e Prishtinës, komandanti i Forcës së Sigurisë, kryetarët e organizatave të dalë nga lufta e USHK-s, kryetari i Asociacionit Komunave të Kosovës, familja Jashari. Kosova shënon 12 qershorin si ditë të çlirimit nga okupatori serb, ku në atë ditë në vitin 1999 kanë hyrë në Kosovë trupat e NATO-s. Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, është mburur për punën e ekzekutivit gjatë mandatit 4 vjeçar. Kurti në mbledhjen e qeverisë të mërkurën tha se kanë arritur rezultate të jashtëzakonshme, përkundër siç shtoi pandemisë, inflacionit pas luftës në Ukrainë, tendencave për destabilizim nga ana e Serbisë dhe pengesës së opozitës që përmes gjykatës kushtetuese t'i pengojnë reformat. Në ballafaqim me pandeminë, përballë krizave të energjisë dhe inflacionit të shkaktuar nga lufta në Ukrainë, përkundër pengesave dhe vonesave dëshpëruese me ankesa opozitare në gjykatë kushtetuese që bllokuan shumë gjëra përfshirë edhe atë të çmimeve tavan për produktet bazike, e pavarësisht sulmeve paramilitare dhe terroriste dhe përpjekjeve të vazhdueshme të Serbisë për destabilizim, e përmbi zhurmën e madhe të debateve televizive të mbrëmjes, qeveria jonë ka arritur rezultate të jashtëzakonshme. Kreu qeveritar duke numëruar sukseset që sipas tij kanë ndodhur, ta se kanë përmirësuar shëndetësinë publike, derisa sipas tij ata kanë ulur varfërinë dhe papunësinë në vend. Për herë të parë, në 4 komunat tona në veri po paguhet rryma, po paguhet energjia elektrike. Ka filluar të faturohet edhe tatimin pronë për komunat në veri të vendit, gjithashtu për herë të parë. Tabela ilegale dhe patent shofer ilegal nuk ka më sepse janë konvertuar në ato RKS. Strukturat ilegale janë mbyllur sepse janë të jashtëligjshme, atje tani ka institucionet Republikës që i shërbejnë qytetarëve pa dallim, biznese që regjistrohen në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës. Me vendosmërinë e ligjit, për herë të parë që nga pas lufta e kemi vënë qeverisë si veriun e Kosovës. Duke folur për situatën në veri të Kosovës, ai tha se kanë shtrirë sovranitetin dhe ligjshmërinë në 4 komunat në veri. Sipas tij,
për herë të parë që nga pas lufta e kanë vënë në qeverisje veriun e Kosovës. Krahas kësaj, Kurti tha se kanë rritur buxhetin për ushtri, derisa u zotua se në mandatin e ardhshëm do të investojnë mbi 1 miliard euro për FSK-n. Fundjavën e kaluar, qeveria Kurti ka bërë 4 vjet që nga votimi në Kuvend, me 22 mars 2021. Kosova ka mbajtur zgjedhjet e rregullta me 9 shkort, por ende nuk është bërë certifikimi i rezultateve përfundimtare. Sipas rezultateve, lëvizja vetëvendosje ka dalur e para, e pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës, e më pas Lidhja Demokratike e Kosovës dhe e katërta Aleanca për Armërinë e Kosovës, në koalicion me nismën social-demokrate. Bazuar në këto rezultate, asnjë parti nuk mund ta formojë vetëm qeverinë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka shprehur shqetësimin në lidhje me 4 vrasjet e ndodhura në 3 ditët e fundit. Kurti para kabinetit qeveritar bëri thirrje për veprim të menjëhershëm institucional dhe reflektim shoqëror, duke theksuar se organet e rendit duhet të trajtojnë me seriozitet rastet e të sigurojnë drejtësi për viktimat. Ai ftoi organet kompetente të vijnë në drejtësi dhe të parandalohen këto raste në të ardhmen. Duhet të ndaj shqetësimin dhe brengën e njëjtë me gjithë ju këtu të pranishëm dhe bashkëqytetarët tonë në lidhje me 4 vrasjet e regjistruara në 3 ditët e fundit. Ftoi organet e rendit, hetuesisë dhe drejtësisë që të trajtojnë me seriozitetin më të lartë shkaqet, rrethonat dhe predispozitat e dorazve në mënyrë që edhe të vihet drejtësi edhe të parandalohen raste të këtilla në të ardhmen. Gjithë vendi është tronditur e është lënduar nga kjo seri e vrasjeve që duhet të ndalohet, të ndalet, të dënohet. Na duhet natyrisht analize kujdesshme profesionale, veprim i menjëhershëm institucional dhe reflektim shoqëror që adreson dhunën që kemi parë në këto ditët e fundit. Kjo është thirrje për të gjithë ne, për secilin prej nesh. Vetëm në 3 ditë 4 persona kanë vdekur si pasojë të shtënave me armë zjarri në Kosovë në 3 raste të ndara. Të dielën më 23 mars në Vushtri ka vdekur një 19 vjeçar i cili dyshohet të jetë vrarë nga një bashkëmoshatar i tij. I dyshuari e ka pranuar fajsinë dhe ndodhen në paraburgim. Një vrasje tjetër e dyfisht ka ndodhur një ditë më vonë, më 24 mars gjithashtu në Vushtri. Lidhur me këtë rast dyshohet se një burr në fshatin Stanoc ka vrarë një grua e më pas veten. Vrasje tjetër ka ndodhur të martën mbrëma më 25 mars në Prishtinë. Prokuroria themelore në Prishtinë ka autorizuar Policinë e Kosovës që të nisë hetimet për procesin e votimit me postë në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Kështu ka bërë të ditur zëdhënësja e Prokurorisë themelore në Prishtinë, Kaltrina Shala. Lidhur me pyetjen tuaj, ju njoftojmë se Prokuroria Themelore në Prishtinë ka autorizuar Policinë e Kosovës në grumbullimin dhe verifikimin e informacioneve, mirëpo në këtë fazë të procedurës së parashtruara nuk mund të jepen detaje më të hollësishme, sepse do të cënohej procesi hetimor, thuhet në përgjigjen e saj për Kosova Press. Lëvizja vetëvendosje ka akuzuar Lidhjen Demokratike të Kosovës për manipulim të votave me postë. Aktualisht të njëjtit janë ankuar në Gjykatë Supreme, duke kërkuar anulim të votave me postë të LDK-s, si dhe rivotim me postë. Mirëpo, akuzat e lëvizjes vetëvendosje vazhdimisht janë mohuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Në zgjedhjet e 9 shkurtit, Mërgata Kosovare ka votuar në sipërfaqësi diplomatike dhe përmes votimit me postë. Në sipërfaqësi diplomatike, LVV mori mbi 80%, e LDK ishte treta me 7.3% të votave, ndërkaq në votën përmes postës, lëvizja vetëvendosje mori 51.89%, e LDK 30.21%. Me rastin e 26 vjetorit të masakrës së Krushës së Vogël, presidentja Vjosa Osmani tha se Krusha e Vogël është një simbol i qëndresës dhe rinisjes pas dhimbjes, duke përmendur se populli shqiptar qëndroi pa lëkundur edhe në vitet e tmerrit. Pas homazheve, Osmani u shpreh se masakra e Krushës së Vogël ishte një nga mizoritë më të tmerrshme të regjimit serb dhe tha se asnjëherë nuk do të fshihet e vërteta për atë se çka ndodhi atje. Edhe kujtesës dhe për më të dashurit tanë. Një ditë kur edhe heshtja kumbon më shumë se fjalët. Me 26 mars 99 në këtë fshat të vogël, por me zemër të madhe,
ndodhi një nga mizorit më të tmerrshme të regjimit gjenocidal të Serbisë. Në vetëm 2 ditë u vranë dhe u masakruan 113 banor të Krushës së Vogël. Djem, burra e fëmijë, ndërta edhe të mitur të moshës 12 vjeçare deri tek pleqt e moshës 90 vjeçare. Një fshat i tërë u kthye në një varrezë, në një kujtim të përjetshëm të barbarisë që njohu njerëzimi në prag të shekullit të ri. Forcat serbe nuk u ndalën vetëm me vrasjen. Ata do gjën trupat për t'i mbuluar gjurmët e krimit, por asnjëherë nuk mundën ta fshehin të vërtetën. Nga rrënojat e Krushës së Vogël, nga plagët e saj, nga toka e djegur, kanë dalur njerëzit më të fortë, më qëndrestar që mund t'i njeh njerëzimi. Ajo që ndodhi këtu nuk do të harrohet kurrë, jo për hakmarrje, por për t'u mos përsëritur asnjëherë. Sot Krusha ecën përpara, sot Kosova ecën përpara, por asnjëherë duke mos u dorëzuar nga kërkesa jonë dhe puna jonë për drejtësi, drejtësi për të gjithë ata që dhanë jetën për lirinë tonë. Krusha e Vogël është e fortë. Krusha e Vogël është dëshmi e përjetshme e qëndresës sonë. Dhe drejtësia sado që të vonohet, ajo do të vi. E ne nuk do të ndalemi kurrë së punuari për atë ditë. I pranishëm në këtë tubim përkujtimor ishte edhe kryeministri në detyrë, Albin Kurti, i cili nënvizoi se është çështje urgjente adresimi i krimeve të kryera gjatë luftës, pasi siç thai, përderisa këto krime nuk vjetrohen, dëshmitaret e këtyre mizorive vit pas viti po plakën e po paksohen. Adresimi i krimeve të kryera gjatë luftës, sepse përderisa këto krime nuk vjetrohen, dëshmitarët e këtyre mizorive vit pas viti po plakën e po paksohen. Përballë një gjenocidi kaq të egër, ka vetëm një përgjigje dinjitoze. Të vihet në vend drejtësia si një imperativ moral e universal për çdo viktim. Masa e krimit atë botë e detyroi NATO-n të ndërhynte. Nuk mund të mos jepet drejtësia për një masë të tillë krimi. Me përgjegjësinë më të lartë institucionale e kombëtare, duhet të vazhdojmë me përkushtim adresimin e krimeve të luftës para drejtësisë dhe para historisë. Unë jam shumë optimist se për siguri, e për zhvillim, e për demokraci, po ecim e do të ecim edhe më shpejt përpara. Pa ajo që na ka ngel mbrapa është drejtësia. Drejtësia ka ngel mbrapa pothuajse në çdo aspekt, përfshir këtu adresimin e krimeve të kryera gjatë luftës. Kushtet e punës i kanë, të ardhunat i kanë të mira, por s'u jap dot guximin edhe vullnetin. Prokuroria dhe gjyqësia në këtë kohë, kur po bëhen 26 vjet nga çlirimi i Kosovës, e dëshmitarët po plakën e po paksohen, duhet ta kenë imperativ moral e kombëtar, ta trajtojnë me urgjencë të papar këtë çështje, sepse nuk mbyllen plagët e nuk kemi prehje përderisa kriminalet nuk gjykohen e nuk ndëshkohen, e kjo tashmë mund të bëhet edhe në mungesë. Kryetari i fshatit Shkëlzen Hajdari theksoi rëndësinë e nderimit të martirëve dhe kujtimin e tyre për një Kosovë të lirë dhe të pavarur. Kjo ditë është një moment i rëndësishëm për të nderuar ata që dhanë jetën dhe sakrifikuan gjithçka për lirinë dhe dinjitetin e popullit tonë. Krusha e Vogël është një simbol i rezistencës dhe qëndresës. Në këtë ditë të shënuar kujtojmë martirët e Krushës, ata që dhanë jetën për një Kosovë të lirë dhe të pavarur. Në 26 mars 1999, Krusha e Vogël u shndrua në një vatër të dhimbjes dhe të tragjedisë. U shumë njerëz të pafajshëm, burra dhe fëmijë u vranë dhe u masakruan nga forcat policore serbe të ndihmuar nga banorët serb të fshatit tonë, të cilët kishin për synim të shuanin shpresën dhe ëndrrën për një të ardhmen të lirë. Në anën tjetër, kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, tha se mënyra se si nderohen të gjithë ata që kanë dhënë kontribut të madh, më së miri tregohet me mënyrën e përgjegjësisë ndaj të ardhmës. Krusha e madhe nuk është vetëm simbol i dhimbjes, por edhe i qëndresës. Sakrifica e të rëndëve në Krush është udhë rrëfem se si të ecet përpara, pa u ndalur. Kështu tha në tubimin përkujtimor me rastin e 26 vjetorit të masakrës në Krush të Madhe dhe Krush të Vogël. Presidentja e Kosovës,
Vjosa Osmani tha se nuk do të harrohet kur sakrifica e Krushës. Ajo rikujtoi këtë masakër, ku mbeten të vrarë burra, gra e fëmijë, e ku shumë prej tyre ende janë të zhdukur. Osmani tha se familjet e tyre jetojnë çdo ditë me mallin, e një pritjeje që nuk merr fund asnjëherë, duke përmendur edhe veprimtarinë e Ukshënhotit, për të cilin tha se ende nuk dihet asgjë. E para e vendit tha se nuk duhet të heshtim e as nuk duhet të lejojmë që drejtësia të vonohet pafundësisht për ata që dhanë jetën për lirinë. Ajo theksoi se Krusha e Madhe nuk është vetëm simbol i dhimbjes, por edhe i qëndresës. Masakra e Krushës së Madhe nuk është vetëm një krim i tmerrshëm i para 26 vitesh. Është e përditshmja jonë, është e sotshmja jonë, sepse dhimbja vazhdon edhe sot, njësoj sikurse para 26 vitesh. Ajo është një betejë e hapur për drejtësi. Prandaj nuk mund të lejojmë që gjaku i atyre që ishin të pafajshëm të mbetet pa zë e që sakrifica e tyre të harrohet. Ne nuk duhet të heshtim, ne nuk duhet të ndalemi, nuk duhet të lejojmë që drejtësia të vonohet pafundësisht, sepse drejtësia për Krushën e Madhe është drejtësi për të gjithë ata që dhanë jetën për lirinë tonë, për heronjtë e UÇK-s dhe për martirët e lirisë. Krusha e Madhe nuk është vetëm simbol i dhimbjes, por edhe i qëndresës. Kurti theksoi se rënja dhe sakrifica e tyre është udhërofim se si të ecet përpara pa u ndalur. Ai potencoi se janë krah për krah e këmbgulës drejt rrugës për drejtësi. Masakra në Krushë të Madhe ishte pjesë e akt akuzës për krime lufte kundër kasapit Ballkanit Slobodan Milošević. Përkundër kësaj drejtësia ende nuk ka vepruar dhe kryerësit nuk janë dënuar. Është evidente që policët dhe ushtarët e Serbisë kanë pasur urrëtie të mëdha dhe plan të qartë për të kryer krimet ku brenga e tyre më e madhe ka qenë zhdukja e kufomave, pra zhdukja e gjurmëve të krimit. Zhdukjet me dhunë, rrëmbimet, djegjet dhe hedhja e kufomave në lumë e forma të tjera çnjerëzore të dëmtimit të zhdukjes kufomave janë dëshmi të qarta të këtij projekti gjenocidal. Në një fjalë rasti, edhe kryetari i Rahovecit, Smajl Latifi, tha se krushanët bën atë që duhej bërë, duke sakrifikuar për lirinë e vendit. Ai tha se masakra e Krushës së Madhe dhe të vogël dhe vendeve të tjera është dëshmi e një veprimi të Serbisë kriminale, ndërsa nga organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s, Çemail Krasniqi tha se mobilizimi ishte gjëja e duhur që duhej bërë për të ndryshuar statusin e popullit shqiptar në Ballkan. Me datat 25, 26 dhe 27 mars të vitit 1999, në fshatin Krush të Rahovecit u masakruan 243 persona, ndërsa 893 shtëpi private dhe shoqërore u shkatruan nga flakët. Masakra e Krushës së Madhe është një nga ngjarjet më të dëmshme dhe më të tmerrshme të kryera mbi popullsinë shqiptare nga ushtria serbe. Gjykata Supreme e Kosovës pritet të marrë vendim sot për ankesat e subjekteve politike dhe kandidatëve për deputet lidhur me zgjedhjet e mbajtura më 9 shkurt. Në Supreme thanë se vendimi për ankesën e lëvizjes vetëvendosje për anulimin e votave me postë LDK-s do të merret brenda afatit kohor të paraparë me ligjin në fuqi. Në anën tjetër, Komisioni Qendror Zgjedhor po pret vendimarrjen e Gjykatës Supreme që pastaj të procedojë me certifikimin e rezultateve përfundimtare. Mirëpunjohës të procesit zgjedhor thonë se Gjykata Supreme do të rrëzojë ankesën e LVV-s, njësoj sikur paneli zgjedhor për ankesa e parashtresa dhe kësaj KQZ-ja do të mund të certifikojë rezultatet e zgjedhjeve gjatë kësaj jave. Zëdhënësja e Gjykatës Supreme Antigona Uka Luftiu bëri të ditur se për ankesën e LVV-s dhe koalicionit PDAK-LBB kundër vendimit të PZAP-s do të vendoset të mërkurë me 26 mars, ku dhe përmbyllet afati ligjor prej 5 ditëve. Lëvizja vetëvendosje ka ndërzuar ankesë më 21 mars në Supreme kundër vendimit të PZAP-s, ku rrëzua ankesa e tyre për anulim të votave me postë të LDK-s, si dhe kërkesën për rivotim me postë. Se për dy ankesa të pranuara më datën 21 mars të vitit 2025, një ankesë nga lëvizja vetëvendosje e ushtruar kundër vendimit të PZAP-s dhe një ankesë nga koalicioni PDAK-LBB ushtruar kundër vendimit të PZAP-s do të vendoset brenda afatit ligjor prej 5 ditësh, i cili llogaritet nga data e pranimit të ankesës duke përfshirë fundjavën. E zëdhënësi i këtij KQZ-s, Valimir Elezi, thotë se
Përveçsisht vendimarrjes së Supremës do të zbatojmë ato që kanë detyrime për KQZ-n dhe pastaj do të mund të procedojmë me certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve. Aktualisht, procesi zgjedhor është në fazën e ankesave ndaj rezultateve përfundimtare të shpallura nga KQZ. Më 15 mars të vitit 2025, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të presë vendimet e institucioneve përkatëse. Duhet të zbatoj ato që kanë detyrime ndaj KQZ-s dhe pastaj do të mund të procedoj me certifikimin e rezultateve përfundimtare, thuhet në përgjigjen e Elezit. Në anën tjetër, profesori universitar njohësi proceseve zgjedhore Mazlum Baraliu thotë se mundësitë më të mëdha janë që Gjykata Supreme të rrëzojë ankesën e LVV-s për anulimin e votave me postë të LDK-s, si dhe për rivotim me postë. Sipas tij, përsa të përfundojë të gjitha procedurat ankimore dhe administrative, KQZ-ja ka mundësi që të premten ose të shtunën e kësaj jave të certifikojë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të nënshkurtit. Po menjëherë, pasi të përfundojnë të gjitha procedurat ankimore administrative, KQZ-ja ka mundësi që të premten, pse jo dhe të shtunën sipas nevojës, mund të mlidhet dhe të bëj certifikimin e rezultateve. Po pas kësaj, KQZ-ja i dërgon listat, rezultatet të zgjedhjeve me vota të partive politike dhe të deputetëve dhe listën e deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Po ashtu në presidencë. Presidentja e vendit është obliguar që 30 ditë pas certifikimit ta caktoj, domethënë afat 30 ditor pas certifikimit të rezultateve, ta caktojmë mbledhjen konstituive, themeluese të legjislaturës së 9, në këtë rast të Kuvendit të Kosovës. Certifikimi i rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të nënshkurtit do t'i hapte rrugë rrjedhjes së afateve ligjore për konsultimin e Kuvendit të Kosovës. Pas bllokut të lajmeve u kthyem në studio me mysafirin për të cilin do diskutojmë për çështjet shumë rëndësi për Kosovën, po ashtu edhe për rajonin. Me mua në studio është Gurakuq Kuqi, hulumtuesi i lartë për hulumtimet e lufteve hibride që po bëhet. Gurakuq, faleminderit shumë që gjete kohë që të vish në Infode. Faleminderit shumë, është kënaqësi. E kemi pa një publikim tuaj në Facebook që ka të bëjë me përjardhjen e Putinit, ku thuhet se ka përjardhje prej Kosovës. Si e komentoni ju këtë? Në Institutin për Studimet e Luftës Hibride, Oktopos, ne ndjekim domethënë luftën hibride, studiojmë atë dhe kërcënimet që i vinë Kosovës vazhdimisht domethënë që janë marrur. Kjo është në kuadër të asaj luftës hibride që bëhet kundër Kosovës. Ne nuk po e kontrollojmë tek çështja e gjenetikës e V13 ato, por ne po flasim për luftën hibride, sepse edhe nëse është e vërtetë ajo pjesa tjetër, pas çka nuk besojmë që është e vërtetë, absolut, sepse vetë fakti një lajmi të tillë, ne e dimë që rajoni Kosova dhe Shqipëria, konkretisht shqiptarët, por edhe shqiptarët në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, sidomos edhe ata në diasporë, janë pro-amerikan dhe pro-evropian shumë të fuqishëm. Dhe në Kosovë dhe Shqipëri, perëndimi gjithmonë ka ndje veten dhe ne kemi konsideruar si në shtëpinë e tyre, sepse ka një përkrahje jashtëzakonisht të fuqishme për NATO-n, institucionet e sigurisë perëndimore dhe po ashtu për Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara në veçantë. Qa na kishte shërbyer neve ky lajm, Gurakuq, që më thonë që është Putini prej Kosovës? Në parim kur gjë nuk na shërben për të mirë. Sepse në fillim duket si një lajm folklorik, një lajm i cili duket si tingull i bukur për plot njerëz të cilët nuk e kuptojnë luftën hibride dhe nuk e kuptojnë shumë politikën, gjë që është normale sepse të gjithë njerëzit nuk profesionalizohen në këtë fushë. Por cili është ndikimi me tutje? Në momentin që del një lajm i tillë, atëherë fillon të ngjallet gabimisht një sentiment tek njerëzit, ose një ndjenjë, thënë qartë, tek njerëzit që edhe për çështjen e Putinit dhe veprimet e tij kriminale që i ka bënë në Ukrainë dhe vazhdon t'i bën në shumë vende të tjera, për shembull në Gjeorgji dhe po ashtu i ka bërë edhe domethënë edhe në rastin e Kosovës nëpërmjet Serbisë. Ne kemi pa edhe në rastin e fundit në Banjska ku ka pasur persona të dyshuar nga grupi Wagner i Rusisë. Dhe në këtë formë atëherë ata në momentin që fillojnë ta ndryshojnë sentimentin e shqiptarëve konkretisht ndaj Putinit, atëherë
ka filluar të realizohet bukur me një hap të madh strategjia e luftës hibride për shtrirje edhe në territorin shqiptar. Ne kemi parë që deri me tani ata mjaft suksesshëm janë shtrirë edhe te Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut. Nëpërmjet zgjedhjeve kanë arritur ta ndryshojnë strukturën politike atje, por në Kosovë nuk kanë arritur nëpërmjet zgjedhjeve dhe nuk kanë arritur në asnjë formë. Atëherë cilat janë format që duhet të ndryshojnë? Atëherë mund të ndryshojnë nëpërmjet sentimentit, nëpërmjet folklorizmit, nëpërmjet asaj që i prek shqiptarët më së shumti. Domethënë ne shqiptarët e dimë që më së shumti e kemi të dëmtuar historinë tonë dhe mezi spresim nga njëherë të shohim lajme se po ngjallet diçka e bardhë nga historia jonë. Ndërsa po ashtu jemi shumë entuziast kur një person i cili del që e pranon që kap një prejardhje shqiptare se diçka. Kemi pa lajmet në përballë se çfarë ndodh për shembull te rasti i Rita Orës, Dua Lipës, pastaj njerëzve të tjerë nga fusha e aktrimit ose politikës ose personat të cilët tregojnë suksesshëm në perëndim. Në momentin që ngjallet edhe një sentiment të çështja e Putinit, atëherë ne kemi japur hapësirë që nëpërmjet Kosovës të futet nëpër gjithë popullin shqiptar një pro-Rusi, një sentiment i cili do të na bënte shumë dëm që në ndryshimin e çdo lloj situate atëherë do të jepte hapësirë shtrirjes së Rusisë dhe dëmtimit të perëndimit dhe në momentet të caktuara do të arrinte efektin që po mund ta lejojmë të futet Rusia në Kosovë nëpërmjet formave të ndryshme dhe po ne kemi një alternativë të dytë me Rusinë ose me ndonjë vend tjetër për te perëndimit. Gurakuq, sa jemi të gatshëm na me u përballë për këtë këto sfida që mundën me ardhur Kosovës? Ne si instituti Oktopose, domethënë e kemi për detyrë, ja kemi jep vetes për detyrë që të merrem ekskluzivisht me këto sfida që po ndodhin dhe ne vazhdimisht jemi marrë me argumentimin se çfarë lufte hibride është duke bërë Rusia dhe Serbia kundrejt Kosovës dhe ne kemi parë këtë si një proces, domethënë që është një lloj procesi patriotik për Kosovën dhe po ashtu një proces të tillë janë duke bërë institucionet e sigurisë së Kosovës, sidomos institucionet kundrejt spionazhit, ne kemi parë veprimet e tyre që kanë qenë veprime vendimtare në mbrojtjen e Republikës së Kosovës, pashka ka pasur shumë sulme të mbrëmshme, sa më shumë po mbrohet Republika e Kosovës nga spionazhi dhe nga aktorë të cilët po e dëmtojnë Kosovës, as më shumë po sulmohen institucionet e sigurisë së Kosovës dhe fatkeqësisht nga plot njerëz të cilët e flasin gjuhën shqipe. Dhe kjo është një fatkeqësi po mendoj për shtetin e Kosovës, por megjithatë shteti i Kosovës do t'i bëjë ballë të gjitha këtyre sfidave, sepse ka institucione të sigurisë të mirë formuara dhe në anën tjetër ne duhet ndoshta më shumë të përgatisim edhe në fusha e medias, gazetarë, studentë të ndryshëm të cilët e njohin këtë fushë dhe dinë që ta luftojnë dhe të mos kjo nuk nënkupton që të gjithë personat dhe gazetarët, mediat janë pjesë e këtyre programeve, por ne bihemi prej, domethënë edhe unë si qytetar, edhe ju si gazetar, edhe secili bihemi prej e lajmeve të rrezikshme, e dezinformatave të tilla, pra i absorbojmë dhe në një farë forme bëhemi idiot të dobishëm për programet e huaja, sepse ne nuk kemi kohë për shkak të verifikojmë çdo gjë. Dhe kështu e absorbojmë lajmin dhe në këtë formë bëhemi pjesë e strategjisë së tyre. Dhe kush e ka primatin që të ndaloj këto e kanë domethënë ulëmtuesit në institutet e caktuara, profesorët, studentët dhe mediat kryesisht e kanë domethënë forcën që të ndalojnë lajmet e rrënjshme, të ndalojnë luftën hibride dhe të mos e lejojnë manipulimin e masës. Po na kemi pa Gurakuq që shumë lehtë një lajm ka lënë prej një portalin tjetër edhe në një farë mirë nuk ka filtrim të lajmeve. A mund me dëmtu edhe me tutje ky mos filtrim i lajmeve, luftën hibride në vend? Fatkeqësisht në tregun medial në Kosovë, domethënë ka pasur futje të madhe të mediave, të personave të cilët domethënë nuk kanë shumë të fushës të gazetarisë, të cilët nuk e njohin si ndërtohet, media me perspektivë, një media e cila ka për qëllim informimin dhe të mirën e qytetarëve, pastaj ka pasur media të cilat janë krijuar për qëllime të caktuara dhe po ashtu ka edhe media të fuqishme që nganjëherë me apo pa vedi përçojnë programe, lajme dhe çështje të caktuara të cilat i bëjnë dëm Kosovës. Dhe kjo esenca që sot domethënë mediat po kanë një vështirësi edhe të ekzistencës së vet për shkak të problemet e caktuara financiare dhe zgjedhja e metodës së kopimit të lajmit, copy-paste nga një media në median tjetër, atëherë të gjithëve, edhe ne që i lexojmë, edhe ata që i publikojnë na bën idiot të dobishëm për armikun. Nuk na bën bashkëpunëtor të armikut, sepse nuk janë të gjithë bashkëpunëtor, por në momentin që ne i bashkohemi pa vedijen e programit të tillë, atëherë ne jemi bërë idiot të dobishëm dhe në këtë formë po i shërbejmë shërbimeve të huaja të inteligjencës dhe programeve kundrejt Kosovës.
cila do të ishte e mira, që mediat e mos së pari të verifikojnë, dhe më thonë duhet të verifikohet patjetër burimi i lajmit, dhe përveç tjerash nuk duhet domosdoshmë të jepet një senzacion lajmit i cili nuk e meriton një të tillë, sepse për shkak të disa veprime dhe disa klikime që i marrim neve, ne do ta dëmtojmë edhe vetveten, por edhe shtetin tonë. Pse dëmtojmë vetveten? Sepse në moment që kemi dëmtuar shtetin, atëherë ne jemi pjesë e këtij shteti ku do të dëmtojmë ekskluzivisht edhe ne në ekonomi, në politikë dhe në deri në ekzistencën potenciale të shtetit tonë. Pra, është një lloj ndërmarrje që ne duhet në vetdijen tonë ta kemi një program pro shtetit të Kosovës, pro verifikimit të lajmeve, pro verifikimit të çdo lloji informacioni, sidomos që vjen nga vendet armiku, dhe sidomos po ashtu edhe nga vendet cilat kanë një interes të caktuar. Duhet ta kemi parasysh, për shembull, lajmi që është publikuar për Putinin, Bild, që ka publikuar një media prestigjioze gjermane, por e njëjta media para disa ditëve ka publikuar edhe një lajm i cili ka pas të bëjë me tërheqjen e trupave amerikane nga Evropa edhe nga Kosova, dhe menjëherë u ngjall një panik. Ne në Institutin e Oktopos marrëm masat e duhura që ta dekonspirojmë këtë lajm dhe arritëm që ta dekonspirojmë këtë lajm nëpër media, falë edhe media pra gjithmonë na ndihmuan media që ta dekonspirojmë duke publikuar analizën tonë. Kjo është një lloj patriotizmi i mediave që e bën, dhe në këtë formë, domethënë, në mas nuk arriti që ta manipulojmë masën, ta merr bujën e vet mjaftueshëm. Por çka bëri? E detyroi NATO-n, KFOR-in dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të dalin që jo, ne nuk po tërheqemi nga Kosova, nuk po tërheqemi nga Evropa. Pra, ta dekonspiroi këtë lajm, ta demantoi këtë lajm, sepse NATO-ja vazhdimisht në Evropë, por edhe në Kosovë ka bërë transformime të ndryshme në baza ushtarake për interesat të caktuara, dhe sa më e mirë të jetë siguria në Kosovë, ata sigurisht edhe e bën rikualifikimin e sigurisë dhe rikualifikimin e ushtarëve dhe kështu e reduktojnë numrin. Por kjo nuk nënkupton absolutisht tërheqje. Kjo ka ndodhur të paktën 10 herë që nga pasluta në Kosovë. Pra do të thotë është lajm i mirë për neve, përderisa bën këto ristrukturime të ushtarëve në vend, do të thotë që jemi një shtet stabil. Po vetëm ta kesh me parasysh që gallop vitin e kaluar, Kosovën e ka paraqitur se vendi i 4 me i sigurt në botë dhe vendi i 2 me i sigurt në botë për lëvizjen e qytetarëve brenda vendit. Dhe ata në bazë të këtyre analizave dhe veprojnë. Po ashtu ne jemi treguar një vend bukur stabil i cili ka një vullnet, shteti krijohet si vullnet i qytetarëve së pari. Dhe ky shteti i Kosovës është vullnet i qytetarëve. Shpesh domethënë dikush mund të habitet pse nuk qytetarët nuk reagojnë për çështjet e caktuara. Është vullnet i qytetarëve ky shtet dhe nuk e don askush shkatrimin për qytetarëve të shtetit të Kosovës. Dhe për këto arsye edhe ajo çka është ndërtuar në Kosovë është më shumë vullnet i qytetarëve sa i ndonjë individi të caktuar. Po kemi pagur akut që disa deklarata të qeverive ku thuhet se jemi të rrezikuar për lufte, sa do ta dëmtoj të kjo edhe me tutje Kosovën në arenë. Po kjo është pjesa atëherë që na vjen kërcënimet nga jashtë. Ne flasim për kërcënimet nga brenda. Kërcënimet nga brenda do të thonë se ç'është i mbrojmë. Por nga kërcënimet nga jashtë ne dimi që vetëm në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, Serbia i ka të Kosovës dhe Serbisë, Serbia i ka të vendosur mbi 42 baza ushtarake. Dhe të gjitha ato baza ushtarake i kanë gatishmëritë e vazhdueshme kundër Kosovës. Dhe në këtë formë kemi pa domethënë që ata vazhdimisht kanë shprehur në deklaratat e tyre në gatishmëri të caktuara, madje mbajmë mend që vitin e kaluar Aleksandar Vučić tha që nëse perëndimi zgjedh Kosovën para Serbisë, ne do të presim ndryshimin e rrethonave gjeopolitike që të veprojmë kundër Kosovës. Dhe së fundmi kemi edhe marrëveshjen e Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë për çështje ushtarake, ndërsa vetëm të kujtojmë pak ditë më herët ishte Mark Rutte për vizitë në Kosovë dhe Sarajevo dhe ngriti gishtin konkretisht kundrejt Vučićit për destabilizimin e Ballkanit. Ai tha që ne nuk do të lejojmë që Kosova dhe Bosnia e Hercegovina të kthehen në vitet e 90-ta. Pra, Bosnia deri në vitin 95, 92, 95 dhe Kosova deri në vitin 99. Dhe në këtë formë menjëherë disa ditë më vonë kemi domethënë një pakt të sigurisë i cili e rrit nivelin e sigurisë për Kosovën dhe gjithë rajonin. Është një çështje për frenimin e Serbisë, sepse ata po kanë ambicie të qarta, sidomos tani kur edhe Dodik edhe Vučić kanë probleme të brendshme politike përveç atyre synimeve për realizimin e botës serbe. Nuk duhet të harrojmë se në vitin e kaluar, në qershorin e vitit të kaluar është miratuar projekti për realizimin e botës serbe ku ka qenë në takim qeveria e Serbisë, Kisha Ortodokse Serbe dhe qeveria e Republika Srpskës.
Pra, dhe Kisha Ortodokse Serbe ka një rol shumë të rëndësishëm edhe në Kosovë. Pra kemi pa që ka deklarata edhe janë të zbatueshme edhe në Kosovë. Se shihni ju rolin e Kishës në Kosovë? Një fakt që duhet ta kemi gjithmonë parasysh, Serbia, serbet, konkretisht nacionalizmin e tyre kanë të ndërtuar mbi religionin. Ne shqiptarët nuk e kemi të ndërtuar mbi religionin nacionalizmin, ata kanë të ndërtuar dhe Kisha Ortodokse për ta është gjithçka. Pra ne e mbajnë mend prind tonë të cilët janë gjallë akoma, njerëz të cilët kanë përjetuar vitet e 90-ta për edhe më herët ku të gjithë ushtarët e Miloševićit, paramilitarët të gjithë kanë marrë shugurimin nga pritërinjtë të caktuar për të futur për të bërë masakra në Kosovë dhe Bosnjë. Dhe po ashtu edhe vendeve të tjera. Ata domethënë kanë një çështje shumë të rëndësishme Kishën Ortodokse dhe asnjë program apo projekt i Serbisë nuk fillon pa ta. Dhe po ashtu nuk mund të realizohet pa ta. Madje tash së fundmi atje në Serbi edhe brenda ushtrisë kanë futur çështjen e Kishës Ortodokse duke i leju domethënë që edhe shpirtërisht brenda ushtrisë të jenë priftrenjet, po ashtu të ketë domethënë një ndikim të ngjajshëm, jo për shemb sikur deri me tani që kanë pasur që po e kanë marrë bekimin, por nga jashtë, por tani do e kenë aty brenda ushtrisë çështjen e Kishës. Dhe kemi parasysh edhe në projekte gjithmonë të Serbisë kundër Kosovës ka pasur një dorë Kisha Ortodokse vazhdimisht. Dhe përmendem edhe realizimin e botës serbe, domethënë që është bën nga Kisha Ortodokse. Bota serbe është kopje dhe veprimet e Kishës serbe janë kopje e asaj që ka ndodhur me 27 dhe 28 mars nga Kisha Ortodokse ruse, të cilët kanë pasur një program të njëjtë dhe më njëherë ka pasur të mbahet disa ditë më vonë kjo e Kishës Ortodokse, qeverisë serbe dhe qeverisë e Republika Srpskës në Serbi, po për shkak të disa ngjarjeve në atë kohë u shty për një muaj edhe ca ditë. Dhe pra janë një kombinim i të dyja forcave, i politikës dhe i religionin ndërmes trozëve dhe serbëve për të vepruar. E kemi pa që për realizimin e programeve të veta dhe në Malzi dhe në Maqedoni vazhdimisht ka lobuar edhe Kisha Ortodokse serbe. Ndërsa po ashtu ka lobuar edhe në Kosovë Kisha Ortodokse serbe, ndërsa sa herë dëshiron që dikë ta sulmojë në Kosovë Serbia, por që të mos e kualifikojë si kërcënim nga qeveria serbe, e bën nëpërmjet Kishës Ortodokse serbe. Një prej atyre raste që e ka bërë Serbia, jam edhe unë së fundit, domethënë më njëherë pas rastit të Zveçanit, për vetëm atë arsye dekonspirimi i gënjeshtrave të qeverisë serbe kundër Kosovës. Atë kemi pa edhe në shumë media serbe ku shkruhet emri yt, pra ku është etiketuar edhe emri yt. Po, ata kanë etiketuar emrin tim dhe në mundu të bëjnë një propagandë kundrejt meje bukur të madhe për kinse që unë kam gënju për rastin e Banjskës, ku kam thonë që janë gjetë armë në Banjska, në Kishë, domethënë, por edhe madje kanë shkuar edhe KFOR dhe të gjitha institucioneve ndërkombëtare në Kosovë për të nxjerrur deklarata të cilat me shantazhojnë ma ndalin fjalën e lirë publike, por fatmirësisht institucionet ndërkombëtare nuk kanë ra preje këtyre manipulimeve dhe e njohin mjaft mirë propagandën serbe dhe nuk kanë dhënë deklarata pothuajse kurfare për këtë çështje dhe edhe nëse kanë dhënë një deklaratë nuk e kanë miratuar të cilën e kanë pretenduar media serbe, sidomos Kosevi dhe Kosova Online që veprojnë në Kosovë. Këto dy media tashmë e kanë bërë të zakonshme që të sulmojnë gjithçka nga Kosova që fillon për të mirë, sepse paguhen nga Vučići për këtë çështje, por e mirë është që ne në Kosovë kemi arritur që të fortifikojmë muret tona të sigurisë për dezinformata dhe për çështjet e tjera të sigurisë, sidomos institucionet të sigurisë në kuadër të spionazhit. Dhe ata tani e kanë humbur shumë betejë dhe pothuajse janë afruar që ta humbin edhe luftën. Kur që ishim kthy tek lufta hibride që është shqetësuese nëse bim prej e këtyre luftave që bëhen në botë. Kemi pa që ka pas edhe një mënyrë është sulmu faqja e KQZ-s gjatë periudhës zgjedhjeve në Kosovë, po ashtu kemi disa raste ku faqja zyrtare e qeverisë sulmohet. Pra që shihni ju këtë çështje? Do ta kemi një fakt parasysh që Kosova tek fusha e internetit, domethënë tek fusha e lidhjeve telekomunikuese, ka bukur kërcënime të hapura për shkak se ne nuk e kemi IP tona, por përkundërse që nuk e kemi IP tona, kemi mbetur vendi më i sigurt kundrejt vendeve të rajonit. Në vitin 2022, Maqedonia e Veriut, tërësisht Maqedonia e Veriut, Rusia ka arritur që ta shet në shutdown. Dhe vazhdimisht Malin e Zi dhe po ashtu e kemi pa dhe Shqipërinë deri nga Irani ka pas sulme të tilla kibernetike. Ndërsa në rastin e Kosovës
duhet mos të harrojmë para disa muajve vitin e kaluar, nëse zgaboj ka qenë shtatori vitit të kaluar, kur u sulmun webfaqja dhe të gjitha databazat e Kosovës, atëherë Kosova, institucionet e sigurisë e Kosovës arritën të sigurojnë informacionin, t'i vënë në shutdown para sulmit kibernetik dhe në këtë formë të presin të kalojë ai sulm kibernetik dhe prapë të rikthehen pa asnjë lloj dëmi në aktivitetin normal të tyre. Domethënë është një veprim mjaft i mirë organeve të sigurisë. Tash, a mundet gjithçka të ndalohet? Jo, absolutisht asnjëherë. Siguria gjithmonë ka me pas gapet e veta, ose të themi vrimat e zeza, porozitetin e vet ku do të futen armiqtë të ndryshëm, do të sulmohet Kosova, sepse kjo ju ndodh edhe vendeve më të sigurta në botë. Por e mira është që po menaxhohet mjaft mirë nga Kosova, qytetarët janë të sigurt, me dhënat e tyre nuk po sulmohen as shumë. Tash te rasti i KQZ-s, ne kemi parë domethënë që ka pasur një shutdown ose probleme bukur të mëdha me KQZ-n. Janë ngritur shumë hipoteza, shumë çështje të ndryshme, çështja është akoma në vazhdim. Por çka kemi vërejtë për shembull nga informacionet tona si institut është që plot personave, sidomos gazetarëve që kanë qenë të huaj nga Shqipëria më së shumti që kemi informacionin, kur e kanë ndruar shtetin me dalje nga Kosova në Shqipëri, atëherë numrat e kolegëve të gazetarëve që kanë komunikuar me njëri tjetrin janë ndryshuar në numra rus. Dhe kjo do të thonë na jep më njëherë argumente se po, ndoshta ne kemi pasur një sulm me qëllime edhe më të fuqishme, por që është menaxhuar në masën që e njohin më mirë njësit e kibernetikës dhe është menaxhuar ai sulm që mos të eskalojë deri në momentin që mund të shkallmoj në përplasje. Pse? Se do të mund të shkallmonte. Ne kemi parë që në zgjedhjet e fundit në Kosovë për në përgjithësi ka pasur një lloj tensioni ndërmjet palëve të cilët kanë qenë pjesëmarrës në zgjedhje. Tensioni nuk ka qenë konfliktuoz për vrasje, ka qenë çështje politike. Pra është normale, është elektorale kjo çështje, por në momentin që do të futet, domethënë edhe kjo çështja e manipulimit të votave, atëherë menjëherë palët do të konfliktuohen dhe do të kalonte potencialisht në një luftë civile ose në një konflikt civil ndërmjet grupacioneve të subjekte të ndryshme politike. Dhe mund të jetë edhe kjo një prej qëllimeve që është arrit, që është synuar të arrit, por që nuk u arrit. Dhe në të ardhmen mund të kemi sulme të tilla, por që ne gjithmonë duhet të jemi të vëmendshëm se çka po klikojmë, sepse vërtet ne mund t'i japim hapësirë virusave të huaj në momentin që bëjmë veprime të pavëdijshme me klikimet tona në gjëra që nuk i njohim. Pra përmenëm edhe çështjen e marrëveshjes ndërmjet Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Çfarë të mira mund të sjellë kjo marrëveshje në mes të këtyre shteteve? Po, do ta e përmendëm me herët pak a shumë, por tani po trajtojmë në këtë formë. Ne kemi parë që vazhdimisht deri më tani Serbia se cilin shtet të rajonit e ka kërcënuar, sidomos Kosovën dhe Bosnjën e ka kërcënuar hapur. Por kanë ndërhyrë në formën e drejt për drejt në Maltezi dhe kanë ndërhyrë edhe në Maqedoninë e Veriut. Kanë ndërhyrë edhe në Shqipëri, por në Shqipëri nuk ka arritur qëllimet e duhura. Po ashtu nuk ka arritur në Kosovë. Të përmend në vitin 2021 luftën hibride që ka pasur nëpërmjet zgjedhjeve dhe listës serbe që ka pasur kundrejt Kosovës. Serbia por që nuk e arriti qëllimet e veta. Por të kthehemi tek çështja, domethënë Banjska, çështja e Iberlepencit ku me eksploziv 15 kg për aty u dëmtu një infrastrukturë kritike e Kosovës, pastaj kërcënimet e hapura të Vučićit dhe po ashtu eskalimi i gjendjes pothuajse në një masë të madhe në Serbi. Gura Hoxha, mendon që ka dashur, më falë se të ndërpreva, mendon që ka dashur me sjell ndonjë mesazh këto dy sulmet që u bën Kosovë? Të rasti i Banjskës, ne në institutin tonë kemi shërtu thelbësisht këtë çështje dhe interesi ka qenë për shembull që rasti i Banjskës të krijohet një gjendje e re në veri të Kosovës dhe në këtë mënyrë duke krijuar një gjendje e re, atëherë të merren në kontroll nga bandat e Radio Qiqit ajo zonë dhe duke marrë nga bandat e Radio Qiqit, atëherë do të aktivizohej edhe kordoni sanitar i Kforit duke krijuar prapë një ndasi ndërmjet palëve, sikur në vitin 99 dhe duke krijuar kjo ndasi, atëherë menjëherë do të lindte nevoja e aktivizimit ndërkombëtar të UNMIK-ut dhe në këtë formë do të rimerrë kontrolli sikur në vitin 99 prapë i Veriut të Kosovës.
Tërsa të rasti i Zveçanit qëllimit nuk kanë qenë të tilla sepse ndryshoi gjendja e sigurisë në atë pjesë të Kosovës nëpërmjet organeve të sigurisë. Por qëllimi ishte që ta afuste Kosovën në një kaos energjetik. Dhe po ashtu vazhdimisht domethënë të kryente hapa ku vetë qytetarët e Kosovës do të mund të krijonin rrethana kundra vetë shtetit të tyre. Por fatmirësisht ne ja thamë edhe më herët, Kosova është vullnet i qytetarëve të saj dhe nuk mundet asnjëherë të krijojë një qytetar të Kosovës kundra shtetit të Kosovës. Dhe në këtë formë, domethënë ata synojnë nëpërmjet këtyre qëllimeve vazhdimisht të destabilizojnë Kosovës. Sulmet në infrastrukturë kritike, kur ndodhi Zveçani, ishte vetëm 3 apo 4 ditë më herët që ndodhi në Ukrainë në infrastrukturën e tyre me të rëndësishme të energjisë elektrike nga Rusia. Dhe më njëherë u përcëll në Kosovë dhe përsëri prapë pas 2 ditëve ndodhi në Ukrainë dhe më njëherë pas disa ditëve ndodhi edhe në Finland. Domethënë ku dyshun nga anija kineze është prerja kabllove të internetit dhe furnizimeve të tjera që ndodhen në detin atje. Dhe pra të gjitha këto janë një strukturë e luftës hibride sot që bëhet nëpërmjet formave të ndryshme ku është as në luftë as në paqe, nuk e njeh strategjinë, nuk e njeh taktikën dhe në këtë formë nuk e di nganjëherë as nga po të vijë rreziku. Dhe në marrëveshjen, deklaratën që u publiku, e kemi qartë përmendet edhe frenimi i luftës hibride, luftimi i kërcënimeve hibride. Pra, palët, marrëveshjen ushtarake kanë edhe për çështjet e luftës hibride. Fillimin e marrëdhënieve të tyre, kërcënime kundra luftës hibride i prin NATO-ja. NATO-ja ka institucionet kryesore në fushën e tillë që i financon dhe i ndihmon që të ketë një qëndrueshmëri të vazhdimësisë, kontinuitetit të shteteve kundra luftës hibride. Ata e kanë edhe programet për këtë çështje. Dhe edhe Kosova tashmë mund të themi që është pjesë e këtyre programeve me një qëndrueshmëri të qartë kundra luftës hibride që na vjen nga Serbia dhe nga vendet si Rusia. Tani, me këtë marrëveshje, është frenu ai kërcënimi i hapur që vazhdimisht ja ka bërë Serbia Kosovës. Edhe në një luftë potenciale, Serbia do ta ketë një frenim të qartë, sepse në momentin që sulmon Kosovën, atëherë i bie që e ka sulmuar NATO-n. Gjithmonë i ka rënë që e ka sulmuar NATO, sepse ne NATO-n e kemi në Kosovë nëpërmjet KFOR-it. Por në çdo variant tjetër, prapë i bie që në formë direkte, jo vetëm KFOR-in, por NATO-n në formë direkte është duke i sulmuar, sepse Kroacia dhe Shqipëria janë vendet të NATO-s. Pra është duke bërë një lloj balancimi kundra i Serbisë, e cila vetëm në vitin 2022 ka shpenzuar mbi 1 miliard euro për çështjen e armatimit dhe vazhdon të shpenzojë, po ashtu edhe në rrugë ilegale të sponsorizoj grupe kriminale në Afrikë dhe në Azi, të cilat janë grupe terroriste me armë të ndryshme. Pra do thotë që çështja është shumë serioze, më serioze se që e shohim edhe neve. Kur akuq kemi pa një deklaratë tonë ku ke thonë që serbët në veri të vendit edhe po paguan nga shteti serb, diçka që dihet, pak a shumë e kemi ditë, po nuk e kemi ditë edhe për shumat se sa paguan ata dhe arsyen pse paguan ata. Po, ne në institutin Oktopos që nga shtatori i vitit të kaluar, ndërsa në janar të këtij viti kemi mbajtur edhe konferencë për këtë çështje, ndërhyrjen e Serbisë në zgjedhjen e Kosovës nëpërmjet serbëve. Pra, ndërhyrjen ta kemi të qartë. Ne nuk e kemi asnjë parti shqiptare e cila është pro-serbe, pro-ruse ose diçka tjetër që është kundra shtetit të Kosovës. Kjo është domethënë hapi parë pozitiv i fuqishëm në ekzistencën e këtij shteti në formën e duhur demokratike. Por kërcënimi gjithmonë ka ardhur jo nga partitë serbe si tërësi, por vetëm nga lista serbe. Dhe lista serbe e cila ka qenë ajo e ka vrarë demokracinë tek serbët. Por si e ka mbajtur këtë? E dim në zgjedhje edhe jo vetëm në zgjedhjet e këtij viti, por edhe në zgjedhjet e vitit 2021 dhe më herët. Lista serbe ka marrë domosdoshmë votat nga serbët nëpërmjet kërcënimeve, kanë qenë pothuajse të hapura kërcënimet e tyre, nëpërmjet blerjeve të votës, nëpërmjet shantazhit, i kanë shfrytzuar strukturat ilegale, ku punëtorët nëpërmjet parave, pagave të ndryshme, asaj që është japur në emër të socialit, është ble vota dhe është detyruar që të votohet. Por në zgjedhjet e fundit diferenca ka qenë pak më ndryshe, domethënë nuk kanë mundur të veprojnë hapur që kanë vepruar më herët. Tani Serbia në Kosovë ka vetëm që punëtorët e arsimit dhe punëtorët shëndetësor të cilëve i jep paga në formën e hapur, ndërsa në forma tjera nëpërmjet në emër të ndihmës sociale jep para. Në shtator të vitit të kaluar, Serbia doli me projektin e vet që do t'i ndihmojë serbët në Kosovë, serbët dhe studentët për nevoja sociale me para. Dhe këtë do të realizojmë deri në shkurt të vitit të
ardhshëm. Do të thonë po flasim për vitin 2025, ai në vitin 2024 ka thënë këtë çështje. Dhe pikërisht para zgjedhjeve filloi realizimin e saj. Dhe kjo u bërë nëpërmjet shpërndarjes nëpërmjet 4 zyra në veritë e Kosovës. Dhe atje shpërndan para të cilat e përfshinin shumën deri në 170 euro ose 20.000 dinar parafërsisht nëse s'ka bëj bie, të serbëve të cilët ju jepshin këto para, merrshin informacionet e tyre dhe ju kërkojshin domethënë që ta votojnë listën serbe. Dhe qytetarët janë thirrur jo vetëm qytetarët të cilët kanë nevojë për ndihmë sociale, por janë thirrur të gjithë qytetarët që të shkojnë të marrin këto para tek zyrët e tyre. Pra, domethënë projekti ka qenë më i madh se ndihma sociale. Ti duhet të marrësh para dhe ta votosh listën serbe. E pasa, tash po flasim me 170 euro, a kanë mujt me ble njerëzit atje, duke ditur se tash me 170 euro s'është që ka ndonjë farë vlerë. Qytetarët për te 170 euro, tash të vazhdoj domethënë shpjegimin. Për te 170 euro këto është kërcënimi që është bërë vazhdimisht atyre. Qytetarët e serbë të Republikës së Kosovës, domethënë kanë qenë vazhdimisht dhe janë të kërcënuar nga Serbia. Në jashta kamerave, gjithmonë ata të tregojnë realitetin nëse komunikon me ta. Para kamerave nuk guxojnë ta thojnë asnjëherë këtë, sepse më njëherë vijnë shantazhe dhe kërcënime. Kemi parë disa gazetarë në Kosovë që kanë bërë madje hulumtime të tilla dhe po ashtu pa xherimin e fytyrës dhe pa xherimin e zërit real e kanë bërë, domethënë e kanë publikuar lajme të tilla. Dhe në këtë formë ata vazhdimisht kanë një kërcënim jo vetëm të tyre si individ, por të familjarëve të tyre. Pastaj kemi parë raste që në moment që kanë kaluar kufirin nga Kosova në Serbi, atëherë ata janë ndaluar, janë marrë në pyetje pa ndonjë arsye të vlefshme. Dhe në këtë formë janë mbajtur me orë të tëra në kufirin me Serbinë matan. Dhe në këtë formë domethënë ata gjenë mënyra që t'i kërcënojnë vazhdimisht. Pastaj, përveç tjera, serbët në Kosovë nuk janë serbët deri me tani janë mbajtur të ngulfatur dhe shumica e tyre nuk e lënë të zhvillohen financiarisht, asnjëherë. Pra janë mbajtur gjithmonë me një ndihmë financiare, sepse Serbia ka pasur interesin që t'i mbaj ata ekonomikisht që të mos i lejë asnjëherë të pavarësohen, sepse në moment që pavarësohet financiarisht, atëherë ai nuk e dëgjon më Serbinë. Dhe në këtë mënyrë atëherë i ka bërë 170 euro shumë të vlefshëm për ta. Njëjtë sikur që i ka bërë 50 deri në 100 euro të vlefshme për të rinj serb që i morën nga Kosova dhe i dërgoi për ta mbrojtur fuqinë në Serbinë e protestat e së shtunës së kaluar që u mbajtën. Pra, domethënë ja ka japur vlerën paras nëpërmjet kërcënimit dhe mbajtjes në kontroll të tyre, duke mos i lënë asnjëherë të dalin përtej kësaj vrime e cila i mban të vlefshme tek 170 euro, sepse po, vërtet 170 euro nuk janë para e madhe, nëse shikojmë në parim. Dhe në këtë formë ata arrin domethënë që ta kontrollojnë komplet votën e serbëve. Por e mira që kishte në këto zgjedhje. Për herë të parë ne kemi që edhe pse e kemi një lista serbe nuk i ka më 10 deputet, i ka 9 deputet, arriti të thyet kordoni i listës serbe që po kanë bllokuar çdo votë dhe përveç tjerash kemi disa parti tjera serbe që kanë arritur ta marrin jo votat e mjaftueshme për të bërë pjesë e parlamentit, por kanë arritur ta thyejnë mitin e listës serbe si e vetmja parti e cila duhet të votohet në Kosovë dhe ta mbajë kontrollin e gjithë serbëve në Kosovë. Kjo nënkupton që kemi një demokratizim të serbëve dhe kështu gradualisht serbët do të bëhen qytetarë normal të këtij vendi, sepse në fund të ditës edhe ata i kanë hallet e njëjta sikur çdo qytetar i Republikës së Kosovës. Ka nevojë për shkollim, ka nevojë për shëndetësi, ka nevojë për arsimim të duhur, ka nevojë për mirëqenie dhe gjithçka tjetër. Pra përmendet të rinj që kanë shkuar në Serbi për në mbrojtje të Vučićit. Pra çish ka ardhur deri tek ndikimi që serbët e Kosovës të shkojnë atje edhe të jenë në mbrojtje në protestat që bëhen atje. Ne e përmendëm, mbahen celulat me para, ku jepet para vazhdimisht. Dhe në ky kërkohet shërbim vazhdimisht çdo ditë, por pagën e merr vazhdimisht. Dhe ai duke marrë këtë pagë vazhdimisht, atëherë në momentet e caktuara duhet të përgjigjet edhe thirrjeve të caktuara nga sponzori i vet. Dhe në këtë rast, domethënë, atëherë Mënyra janë detyruar për me sigurisht sepse ata janë pagu për këtë çështje. Dhe nuk ka qenë vetëm një pagesë që kanë marrë 50 deri në 100 euro tani, ata kanë marrë paga të vazhdueshme. Pra janë punëtorë të angazhuar dhe mbaj mend sa herë janë angazhuar Sirenat në Veritë e Mitrovicës. Së pari një masë njerëzve janë kanë gjithmonë që kanë dalur në fillim të protestave. Pastaj kemi parë dhe sulmin ndaj gazetarëve dhe këfurit që ndodhi madje ku edhe u lënduan shumë ushtarë të këfurit dhe shumë gazetarë ku të paktën një prej tyre u desh të amputoj këmbën.
Dhe në këtë formë, domethënë, ata janë njerëz të specializuar, sepse një qytetar i thjesht nuk mund ta bëjë, domethënë, një sulm të tillë. Hajde të fillojmë për vetvetes. A dim ne të godasim në formën siç e kemi parë në videot? Jo, nuk dim sepse nuk jemi të trajnuar për sende të tilla. Domethënë duhet të dish të trajnohesh edhe se godasësh njerëz. Dhe i kemi parë në video që ata janë të trajnuar për gjëra të tilla. Ndërsa, si shembull, ne kemi që gjithmonë në vitet e 90-ta, sidomos Miloševići ka përdorur shembullin ku i ka marrur serbët, e ka mbrojtur pushtetin e vet në Serbi, sidomos në protesta ka pasur në vitin 2000, kur kanë qenë protestat kundër Miloševićit edhe pse u rrëzua Milošević, domethënë dha dorëheqje, por megjithatë ka pasur serbë të Kosovës që kanë mbrojtur atje, ndërsa i ka angazhuar plot serbë të Kosovës në grupet paramilitare të ndryshme, shumë me qejf dhe një pjesë për tyre edhe me zor, ose pa marrë parasysh që kanë zgjedhur ata. Pra domethënë Serbia vazhdimisht i ka shfrytzuar serbët e Kosovës për interesat e caktuara, për mbrojtjen e pushtetit të vet, sikur që është duke i shfrytzuar edhe tani. Sepse ai nëpërmjet kësaj, nëpërmjet atyre rreth 500 deri në 700 vjet që kanë qenë atje nga Kosova, nuk është që ka arritur të ndalojë domethënë me qindra mijëra njerëz, ku numri jepet varësisht prej persona, por mund të ka shkuar protesta ndoshta deri në 1 milion njerëz. Dhe tash nuk është që ata persona kishin mund të ndalojnë gjithë këta persona, por është një mesazh që për serbët të cilët nuk janë të involvuar në protesta, ose për serbët të cilët kanë dyshime që a duhet të ngrihet kundër Vučićit, të përçojnë një mesazh se shiko, serbët e Kosovës dhe Kosova e sheh shpëtimin vetëm te Vučići dhe te qeveria e tij. Nëse unë bie, atëherë bie Kosova, bien edhe serbët e Kosovës. Pra edhe në këto momente nuk është ndalur që ta përdor mitin e Kosovës për të çrregulluar protestat në Serbi atje dhe të shkatroj ato, edhe pse ato protesta kanë të bëjë ekskluzivisht me çështjen e Serbisë, pra korrupsionin, mafiozët që janë ngritur atje dhe format e tjera të cilët e kanë gulfatur Serbinë dhe nuk janë protesta as pro as kundra Kosovës. Pra, jemi mësu tashmë që Serbia kur t'i ka punë nuk është me përdor Kosovën si instrument, po qysh me ja dalë na si Kosovë që me ndalu që serbët e Kosovës të bëhen instrumenti i Serbisë. Çfarë mënyre duhet me i përkrana ata serbë që mos tjenë ton kohën si vegla e Serbisë për të arritur qëllimet e tyre? Hapi i parë që kanë bërë, domethënë kanë qenë institucionet e sigurisë së Kosovës, të cilët e kanë bërë domethënë duke i ofruar atyre liritë e veprimit. Domethënë grupet kriminale sikur grupi i Radojevicit, Veselinovićit dhe grupet e tilla nuk janë grupe të mira për askënd, as për vetë serbët, as për shqiptarët, as për askënd. Grupet kriminale, qoftë edhe vllau yt aty, është grup kriminal i cili i sjell keq qytetarën e tërësisë, sepse askund në botë, në asnjë vend në botës, krejt qytetarët, sado kriminal të jetë një zonë e caktuar apo një shtet, nuk janë as 80% e qytetarëve pjesë e grupeve kriminale. Janë një grup i vogël kriminal i cili e mbanin kontroll nëpërmjet forcës dhe dhunës një qytetar në masë të madhe. Në këtë formë edhe me Radojevicin nuk kanë qenë gjithë serbët, kanë qenë një numër shumë i vogël. Edhe madje edhe nga numri i vogël ka pasur njerëz të cilët janë mbajtur me forcë. Sepse ai e ka kontrolluar komplet, domethënë ka qenë bosi. Bosi i cili ka kontrolluar Vereun në rrugët e drogës, në rrugët e armatimit, në rrugët e kontrollit të tenderë dhe në gjithçka tjetër. Kemi pa dhe pasurinë e tij marramendse në mënyrën e jetesës. Tani vetheqja e tina është mesazhi i parë që ju ka jep domethënë atyre që ne po ishim me jetu pa një kontroll të tillë kriminal. Dërsa forma tjetër është domethënë kur në ato zona, jo vetëm shqiptarët që mund të rikthehen në pronat e tyre, por edhe serbët, domethënë mund të zhvillojnë vetveten e pronën e tyre në formën si dëshirojnë ata, jo duke i japur haraç, sikur kanë vazhduar deri me tani Radojevicit dhe grupeve kriminale, por duke u zhvilluar në formën shtetërore normale, siç dëshironte secili qytetar. Ne paguajmë taksa dhe në këmbim të taksave marrim sigurinë, marrim mirëqenien dhe format e caktuara
Dhe në këtë formë, nëse Kosova vazhdon me hapat e tillë që t'ju ofroj siguri atyre, atëherë ata sigurisht që do ta ndjejnë Kosovën veten si pjesë të këtij shteti dhe si qytetar të këtij shteti. Unë njeh njerëz të cilët nuk jetojnë në Kosovë, që janë serb, jetojnë në Serbi, por që e konsiderojnë veten pjesë të shtetit të Kosovës dhe më shumë e duan Kosovën në formën e tanishme se sa Serbinë. Jo pse kanë një urrëtie ndaj shtetit të Serbisë, jo absolutisht, por e kanë një urrëtie ndaj qeverisë së tyre për shkak të veprimeve kriminale. As Kosova nuk është kundrejt Serbisë për shkak se dëshiron domethënë ndonjë të keqe për shtetin e Serbisë. Është fakti që ne dëshirojmë që të mos e kemi kërcënime dhe të mos kemi marrëdhënie konfliktuale me ta. Nëse Serbia një ditë vendos që po, përfundoj gjithçka, nuk duam luftë, duam i paqe, duam i marrëveshje, e luajmë Kosovën si shtet, në rregull, mund të vazhdojmë tutje. Pra Kosova asnjëherë nuk po përbën kërcënim. Po përbën qeveria Vučićit kërcënim ndaj Kosovës ndaj gjithë vendeve dhe në këtë formë, domethënë, po ja pamundson edhe vetë serbëve jetën. Tash, ta përmendur një fakt. Nga viti 2012, prej ardhes së Vučićit në pushtet, domethënë janë afërsisht 1 milion qytetarë të cilët kanë ikur nga Serbia. Dhe afërsisht sa 2 herë Kosova, territori i Kosovës në Serbi, nëse matëm me densinë e popullsisë që ka ikur, ka mbetur domethënë hapësirë e zbrazët, ku domethënë nuk jeton më askush atje. Plot fshatra janë kthyer në varreza ndërtimesh, ku janë shtëpijet, por nuk ka njerëz. Dhe ai asnjëherë nuk është marrë me ato çështje, nuk është marrë asnjëherë me qytetarët e vet ekskluzivisht, por gjithmonë për të arsyetuar veprimet e kriminale, korrupsionin dhe ato, gjithmonë ka gjetur arsyetim Kosovën që të merret me Kosovën. Dhe në këtë formë, domethënë, ndoshta edhe e mira e protestave atje që po ndodh është që një herë përfundimisht Serbia të shlirohet nga Kosova, të shlirohet nga miti për Kosovën, sepse ai mit është thjesht prodhim i mendjes së disa personave të cilët e dojnë gjakderdhjen dhe nuk e dojnë paqen e popujve në Ballkan. Po kemi pa dhe shumë deklaratat të rinjve në disa intervista në mediat e uja, ku thonë se neve nuk na intereson çështja e Kosovës, ne dojmë që të kemi lirinë tonë dhe jetën tonë me zhvilluar vendin tonë. Po tash ka hupa ajo ton kohën vëmendja Kosova, tash në njerëzit besoj që kanë drejt me zhvillu jetën e tyre ashtu siç e zhvillojmë të gjithë. Tash janë ngopë dhe kanë kuptuar që ky far nacional shovinizmi realisht nuk nacionalizmi në vetvete nuk është i keq. Por kur bashkohet me shovinizmin, atëherë bëhet ajo far forma kriminale e nacionalizmit. Nacionalisti herë do të thotë ta duash vendin tënd, të punosh mirë për vendin tënd dhe asgjë më tepër ti bësh keq dikujt tjetër. Por kur jashtë nacional shovinizmin, atëherë ti vazhdimisht ke me dashur që të pushtosh dikë tjetër, ta kriminalizosh dikë tjetër, të bësh veprime gjakatare kundrejt tjerëve, siç ka bërë Miloševići ndaj popujve të Ballkanit, sidomos ndaj bosnjakëve dhe ndaj shqiptarëve, domethënë ka bërë gjenocid. Dhe në këtë formë duke vepruar atëherë tash serbët atje, të rinjt atje janë ngopur nga këto, sepse po ti çdo ditë po merresh me Kosovën, por çka ka ndikim pozitivisht në jetën time çështja e Kosovës. Edhe po u bashkua Kosova me Serbinë, unë prapë po mbes person i pa punë, person me të ardhra të vogla, person i cili duhet të bashkohet me ndonjë grup mafiaz për të jetuar, për të kryer ndonjë punë, person i cili nuk ka kurfar drejtave dhe lirive, person i cili që po foli diçka arrestohet nga policia, ndiqet nga bija dhe format e tilla, dhe ata dëshirojnë që t'i japin fund kësaj çështje. Dhe tash po, cila është arsyeja më e lehtë që të shkallmojnë këto protesta, po i organizon Kosova. Kosova nuk mund të organizojë 1 milion njerëz në Serbi. Kjo është e pamundur. S'po mundna në Kosovë me bani protestë për çështjen e rrymës, Lemo? Kjo është çështja e aktivizimit të qytetarëve për çështjet e brendshme. Ata kanë, domethënë, edhe një hap shumë më të madh se neve. Ata domethënë thjesht po dëshirojnë të çlirohen nga Kosova. Çlirimi nga Kosova ndoshta do të ishte hapi i tyre më i madh drejt një zhvillimi të shtetit normal. Ta kemi parasysh për shembull në Serbi, për momentin ne kemi një qeveri antikushtetuese, një president antikushtetues dhe një funksionim tërësisht të institucioneve serbe në formë antikushtetuese. Nëse më lejoni do të shpjegoj në pika sa më të shkurta. Tash me 28 shkurt ka dhënë dorëheqje Vučevići, domethënë prej si kryeminist dhe qeveria e tij ka dhënë dorëheqje. Atje, dhe tash sipas kushtetutës së tyre, 30 deri në 90 ditë më së largu, edhe presidenti duhet ta propozoj emrin për mandatarin e ri për kryeministër dhe po ashtu edhe kuvendi duhet ta merr atë dorëheqjen e Vučevićit në këtë rast kryeministrit dhe qeverisë së tij dhe po ashtu të aprovoj propozimin ose ta hedh poshtë propozimin e
presidentit. Nëse nuk arrin, domethënë brenda kësaj periudhe ku vendi ta bëjë këtë çështje, ose presidenti nuk arrin të jap një emër, atëherë shkohet në zgjedhje automatikisht. Por presidenti, domethënë ne jemi që ka kalu kjo ku, kanë kalu të gjitha këtu. Edhe tek para javën e kalume, ku vendi, domethënë një apo 2 ditë pas protestave që u mbajtën të shtunën, te Hanën realisht ka ndodhur kjo kur ku vendi i Serbisë mori vendim që e aprovoi dorëheqjen e Vučevićit. Domethënë qeverisë e tina dhe kryeministrit Vučević në këtë rast. Domethënë plot vonesë kushtetuese, që janë domethënë komplet shkelje kushtetuese që nga presidenti, nga qeveria e tij dhe nga kuvendi i tyre. Janë komplet institucione që po funksionojnë edhe në kundërshtim me vetë kushtetutën e Serbisë. Dhe atje është një kaos bukur të madh, ku vetëm çështet mos ndërhyjën deri në fuqijet e mëdha po e lejon ekzistencën e tyre si shtet, sepse realisht si shtet është duke mbajtur në formën autokratike të vetëm një njeriu dhe grupit e tij mafioz, në këtë rast Vučićit. Kurakush, falenderoj shumë që na japet të gjitha këto informacione të një ekspert si që një ju i kësaj fushë shumë të rëndësishme për vendin tonë. Ishte kënaqësi edhe imja, respekt për ju dhe shikuesit tuaj. Të nderuar shikues të Infodesk, kaq kishim për këtë emision, deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.